Ky është motori 3 mish, V6 TFSI turbo. Bashkëmotor elektrik ka 456 kuaj fuqi edhe 700 Nm torque, që është hibride, ka filtrin në arit tu. Ky si motor në vetë është përdorur në disa modele në fakt, V6 TFSI, në shumë modele, shumë makina, edhe te Porsche është përdorur. Da shohim si den performancë 0-100 4.9 sekonda, thot Audi. Mund të jetë dhe më shpejt, ta shohim. Te kjo gjenerat ka pas Audi edhe këtë që kur hap derën, ngrehet makina, e kur futesh mrena ulet. Është me qepje, ka këtë rrëmesën e drunit shumë të bukur mat. Piano black pjesën tjetër, sediljet me memorie. Këtu është Alcantara, edhe këtu vazhdon me qepje. Kjo është me audio Bang & Olufsen 3D, shumë e pastër. Këto pjesë të aluminit që kanë këto Bang & Olufsen shumë bukura. Sedilja normalisht që do jetë elektrike, me masazh. Kjo ngjyra është shumë e bukur, bën kontrast.